السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد o të ndëruar, ne jena ligjëratën e tretë me radh, historia përsëritet, historia e paraqitjes së tatarëve deri te Ainul Jalut. Javën e kaluar cekëm se mbarimi Muhammad ibn Khawarzim Shah u tërhoq dhe hiki prej ballafaqimit të tatarëve derisa mrini në detin Kazwin, atje jetoj me një udhës dhe atje vdiq i varfur, pa ushtar, pa truproje dhe cekim që s'kan pas as qefin me dyshekin që ka flet e kan vorros. Si mund të ndodhje një njeriut, një udhëhecit, një komandant i cili ka sundu gjysmën e botës. Teritorin shteti i Muhammad ibn Khawarzim Shah është shkon paramendojni prej në kufit të Irakit e të Kinës, Turkestanit. A është e logjikshme as territor mos me pas kush me mbrojt atë njeri? Për ne cekam se njeriu se ne zgjedh ditën dhe momentin kur të vdese, por mënyrën dhe formën ka mundësi ta zgjedhje. Ose don të vdesh kokën lartë si trim duke mbrojt dinin Allahut, ose vdes si tuc duke ja kthi shpinën armikut. Do thot mënyrën si don ti e zgjedh. Don të vdesh si musliman, don të vdesh si devotshëm, don të vdesh si kriminal, don të vdesh larg rrugës të Allahut, aty e zgjedh. Kurse momentin nuk mundesh. Paramendojni, do thot çfarë territor të madh Ibn Athiri thot rahimullah kur tregon për Muhammedin e Khawarzim Shah, në pjesë të jetës kur ta lexosh thot ati, ti e sheh që ka njeri mirë, njeri devotshëm, njeri e ka nderuar diturin, e ka nderuar ulemant, nuk ju ka bë zullum, është shkon i sjellshëm, është shkon i lexueshëm, është shkon njeri, por pse më ndodh kjo? Për këtë arsye, si e ka dikun të Ibn Athiri thot, rahimahullah, thot se problemi i këtij udhëhecit është kanë një të lashe se vendet kur i ka çliru, i ka kap, i ka marr, i ka shtinën amrellën e tij, thot dhe i ka likvidu udhëhecit atij vendit. Do thot çdo territor që e ka marr, do thot atë udhëhecin e ka likvidu, e ka vra. Edhe minjar e ka shtinën në ambrellën e vet. Pastaj problemin që e ka pas problemin në makhalifetin e Abasinëve, të cilin janë kanë në Kufi. Nëse ka pas problem vetëm me Abasinjet, s'ka bashkëpunu, por ka pas grindje të mbrëmshme në pushtetin e tij, në territorin e tij që e ka pas. E kur ka ardhur momenti që duhet t'i japën përkrahje ta mbrojnë, ajo urrejtja, ajo hidhrimi që ja ka vrarë partë e tyne, e kanë bajt mrena. Ki kanë bajt pushtet me forcë, jo me dashuri. Do të pushtetin e kanë bajt me forcë, se janë tut. Amën momenti kur ka ardhur, ata janë rebelu. Do thotë se si kanë ndihmu. Përkundrazi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
kur u ka çliru Bahrejni dhe ka pranu Islamin, e i pari i tyne, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lanë përgjithës të parin e tyne. Do thot vendet kur i ka çliru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i pari i tyre ka pranu Islamin, më njëherë ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ajo kon i pari i tyne në xahiliet dhe e ka lanë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i parit të tyre në Islam. Pse? Që ai mos të nije në nëshmim, po shtërsim, por të dish se ti e i pari, ja prapë ke pozitën, se ti e meriton për shkak sakrificës ke pranu Islamin dhe ja di rendin, vazhdo pra rrugën. Normal, kur zemra do t'jenë përçame, nuk ka mundësi safi të jetë një. Kur zemrat të janë të hidhruara, nuk ka mundësi që të jesh i bashkuar. Ti sado që të paraqitesh që i drejt, je i mirë, por mrenda zemra ka urrëtie, mbaron. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, për këtë arsye nuk vjen ndihma Allahut. Allah thot Kur'an, inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allahu subhanahu wa ta'ala thot i don ata të cilët luftojnë në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala një saf si me qenë një ndërtesë e lidhur fort njëna me tjetrën. E territorin që e kanë pas nuk janë kon të lidhur fort në njëri me tjetrin. Për këtë arsye ka ra çdo shtet njëri mbas tjetrit, çdo territor njëri mbas tjetrit për 1 vjet. Dhe nuk ka pas kush që t'i dale përpara. Ne cekam që 20.000 ushtar i ka nis Xhenkis Khani që ta gërkojnë këtë khalifet muslimanve. Ka thonë në qiell me gjetë ju që u ka kap të të binja këtu. Por në sens, kur kam rinë në Bregdet, nuk kam pas mundësi dhe tërhiqen. A e dini sa janë kanë larg këto 20.000 ushtar me qendrën që kanë komunikue në Semerkandin? Se rokmendja që kanë largësia e këtive 20.000 ushtarve që kanë ngarkue Muhammed ibn Khawarzimin edhe qendrën në Semerkandin? 650 kilometra. A kish pas mundësi 650 kilometra që t'ju afroje Xhenkis Khanin ndihmë atyre 20.000 ushtarve? Hajde sot ka satelit, ka send, ka komunikimet e shpejta, kupton? Por në atë zaman. Para mendoj një ushtarë të tatarëve janë kon këtu, Xhenkis Khani qendrën Samarkand 650 km drejt. S'po folna për kodrat, për malet, për udha e keqe, me kuaje, qamet. Si mundët gjithë këtë territor të muslimanve ta shkelin, ta ecin, ku kanë banu me 100.000 musliman, edhe këto shkojnë shëndosh e mirë e gjallë, e ngajnë të zonë Muhammedin, atë khalife, dhe kthehen, a këton pa i nguckush, pa ja preudhën askush. Ki numër 20.000, mbrenda 100.000 të muslimanëve territor, po mori kishin shbinje, në çdo qytet që t'ishin ka njot ja umirshin ishin zhduk. Por as njës ka bozon. Pse? Atë që jo kanë shtit tutën muslimanëve, në atë kohë tatartë, teri sa janë tutë zonë ju bo, më ju dorë fara. Do të thot, i kanë dobësuar musliman në aspektin shpirtëror, psikologjik, që me këto është pak të lashe. Probleme dhe as kush nuk ja ka qitë një therë në rrugë. Pse? Lakmia e dunjës. E njeriu kur lakmon dunjë dhe knacit e kësoj dunjoja, muslimantat i zamonit si cili kanë nejnë në fshatin e vetë që ka konë fshat, qytetari kanë ndajt në qytet dhe kanë prit momenti ku të atarë dëvin kanjo kanë mi preje. Unë kur e di që jam i vdekët, bërë do qona në kamarë, s'pres bërë ajtë vjetë të më reje, do hiki bërë, do boj diqka, televizi diqka. Pra më dojnë, kanë nejnë në vetin e tyre. E kjo për këtë hadithi Thubanit e dini, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do që vërsulën njerëzit
armiqtë e Allahut subhanahu wa taala, ashtu si i vërsulën njerëzit të pjatës për rreth, i kanë thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ja Rasulullah, a djena pak në atë ditë që do na bëjnë hujum këtë na hanë, na fshin, na shbin? Ka thonë ja, ju jeni shumë, por do jeni sikur shkuma e detit. Në shkumën e detit se kena kuptu hala. Në YouTube është disa video në Portugali dhe në Spanjë ka ndodhur një lloj shkum deti. Ama shkum për një me. Ne kemi lexuar në hadithe, unë kam menduar si bregdet kur jeti që vin disa fluska, kam menduar se çajo është shkuma e detit. Por ai alis shkum më bof, ka si shkum sapuni. Edhe shkuma do të jeni sikur shkuma e detit. Pse ka përshkruajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gutha as-sayl? Se shkuma, a keni pa kafrin era e çon. Shkuma në gjatë, në majt, para. Edhe të musliman, këtë zeman ka i kanë qëtë të atartë, në gjatë, majt, para, mbrapa, do thotë numër, por vlera si shkuma e detit, s'ki kur nëse vlerë. Dhe, kanë thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që Allahu subhanahu wa ta'ala dhe nxjerrë frigën prej gjoksave të armikut. Do thotë nuk do të kenë prestigj musliman në sytë e tyre. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala ka me gjujt në zamrat e musliman wa wahan. I ka thonë, ja Rasulullah, mal wahan, çka është wahan? Ka thonë, hubbu dunja wa karahiyetul maut. Me dash dunjon e mos me dash me vdek për Allah. E që shu i kam shumë në zamanin e tatarve, do thot, pse janë tut i vdek se i vdek për vdis shahit. Vdek në rrugë të Allahut. Ka me të prej tatari, e kje parasive, jetë e pa. E do thot, paramendo, do thot, kanë lakmu me vdek, pa mbrojt dinin, pa mbrojt vendin, pa mbrojt mallin, pa mbrojt shpirtin, pa mbrojt nderin që ti të mbrojt mallin, vdes shahid, të mbrojt nderin, vdes shahid, të mbrojt pasurin tënde, vdes shahid. Do thot, të mbrojt dinin, vdes shahid. Paramendojni. I kanë harruar këtë hadithët? I kanë harru këtë ajetet? Por njeri i haron kur njeri nuk ka ambicje. Njeri i haron kur njeri e haron qëllimin. E haron që ti do të hinsh xhenetin e Allahut. Njeri haron kur njeri nuk ka ideja, e ka dhënë trunin me qirat, tjetër kujt. Në këto momente, a kupton, vendosët friga dashnia e dunjës dhe nxerrët friga pe zamrave të armikut dhe kanë bërë tatart atë që kanë bërë ata. Gërdina. Për një vjet me marrë territor të madh të xhon, Allah i na ruaj. Mbarojnë me katë që janë, tatarët minjëherë fillojnë territor tjetër. Do të fillojnë që ta marrën Raj, Kazvinin, Ermenian, do thot Ermenin, Gjorgjin, fillojnë ato krejt me të krishtere, me musliman, që kanë? Veç pastrojnë nërë në djath, nërë në majt i mshojnë. Veç e në gjanojnë teritorin e tyre, nuk shirin, s'ju ka interesue. Mazandarin e kanë marrë, ty qërtu i mshelsit. Këtë qytet, Mazandar, asë në kohë në Omer bin Khattabi s'u ka shliruhe. Këto e kanë marrë, ty qërtu i mshelsit. Paramendojni. Edhe ecin teri sa mbrin Raj. Raj kur vjen, o shkon një qytet për qytetve sot që gjindet në Iran, dhe këtu a kanë qendra edhe vendi i nanës të Muhammed ibn Khawarzim, dhe këtu rastisht e qëllojnë gruan e ti, nanën e ti, dhe kuptojnë që këto kanë pasurime veti. Këtë pasurin ja marrin edhe gratë dhe kreti marrin. Paramendojni. Këtë pasurin ja shojnë Gjengis Khanit. Dhe fillojnë normal të qirojnë, do thotë, Azerbejxhanin dhe Tabriz, do thotë, janë këtë qytetet që janë të cilët tash, disa të ndodhin në Iran, qëto të cilët janë në Iran, e disa tjera fillojnë, do thotë, në Afganistan, në Turkmenistan, e kështu me radhë. Në këtë moment, në Azerbejxhanit kur vinë, është konë krijetari, udhëheci i këtime muslimanve, Ozek ibn Haluan. Ozek ibn Haluani, kur ishe tatarë, të diçka, po bujna një kontrat.
Ha, çfarë kontrate thot unë kam ju dhënë kafsh, kam ju dhënë pare, kam ju dhënë tesha, vetëm mos na ngucni. Tatart e kanë pranu këtë kusht edhe i çuditshëm, pse se e kanë pasur që të ardh dimri. Ka thonë po ja morna teshat, po ja morna hajvanatin, po ja morna parët, po e kalon dimri se në ftoft o pak telashe problem, nuk bëjmë këto problem, këto na përgatitin terrenin neve, pastaj bina me vesh. Pse? Se ki udhëhet si muslimanëve o kon pianit stërditën si ka dole pimja. Ka niti pinjë, dras. Sa prej udhëhet sa dras arrin. Veç në shkruan, vanke. Dras, s'di që ka në shkruan. Ki dras e kon, para menda. Me këto bëjnë një lloj kontrate, për një kohë të shkurt, normal, tatarët zbojnë atë shkollaj, që pas një kohë, tona i kthejnë edhe këto i marrën edhe gjithë qytetet tjera. Pas kësaj, shkojnë minjarë tatarët, e marrën Kalan, Kelabe, e marrën Termedhin e marrën qyteti Imam Tirmidhiut. E marrën anë Farganën. Këto, tash Xhenkis Khani ban plan që t'i marrë di rajone gjigante, apo di provinca madhështore. Provincën e Khorasanit edhe provincën e Khawarzimit. E Khorasanit hinë ke pjesa Gazna, do thotë Kabuli, pjesa Irani, e disa tjetër tjera, Belak, Harat, Nishapur, e kështu me radhë, edhe tjetër e Khawarzim, to pjesën tjetër që e ka pas Muhammed ibn Khawarzimi. E thot ne këto tash do ta bëjmë një plan se si t'i friksojmë njerëzit. Cili o plani, thot, do shpërndohen 3 grupe tatarve. Grupi parë do shkojë drejt Sërganës, që 500 kilometre në lindje të Samarkandit. Dhe të shka të mujni të prishni, a më të shka të shifni për para. Mos më shironi as në sen. Grupi dit dhe nisën Termedh, të Imam Tirmidhiu që ka pas. Do thot, është shkon 100 kilometre, do thot, në jug të Samarkandit. Edhe atje të shka të shifni për para, edhe Kalan Kelabe. Kalaja Kelabe o kon prej kalajave më të forta, që e kon jashtë qytetit. Për më mbrojt, e thonë, këto di ronojnë i krejt, qka gjeni për para? Me këto 3 grupe që i ka njësë Xhenkis Khani, ka qu si mesazh që t'i friksoj kejt muslimant. Që për para, kur të heja cjetona, këtë jali rënudhen. Para me ndojni qëfar shejtanën o vlezër. Do thot, mesazhi në kanë gjëmeke se tatarët nuk ngopën vetëm me gjak. Spinuj këto gjak pin. Këto, si më sprejnë, si më zvranë këto, si me kanë pa bukë dhe pa ujë. Kështu e kanë shpërndajt. 2. Ka thënë këto, lumëturinë e gjojnë vetëm kur të kallin, djegin, prishin, shkatrojnë, drojnë gratë, vrajnë fëmi, këto që tërë kënaqën, janë të lumëtur. Tjetër, këto nuk më poshtën, kërkush të gudzon mjudar për para. E di shka tjetër, e thot, kja ashtë që me i friksu këtë botën, që veç kur të dëgjojnë që janë të artë tatartë, të veç që qënë qafën hazër të cungi. Allah në rujtë. A kuptuat qëfar gjendje, muslimat? Kanë konë? Qëfar halli? Fillon pjesën, mas pari thot të asos dhe të Khorasanit. Xhenkis Khani, dhe njës 2 sa prej djemve të vetë, jo jep që ato të jenë të parët, a kupton që dhe të vinë ati. Por, thot të parët dhe jetë qyteti Belkh, ka Khorasani. Kur hinë ati, është e çuditshme se bëjnë një lloj kontrate. Me këto. Do thot me pas paqe, me pas siguri, me pas rahati, në rregull. Por është e çuditshme pse hera e parë me musliman bëjnë paqe. Dhe kontrat. Por këto shejtan o vlezër. Këto janë shumë poshtër. Çka tham, historia përsëritet. Dhe shojmë se që këto Belkhit, kur niset për Marwa me luftue, i marën muslimante Belkhit, thot ju, a kina kontratne, a i në bodës larë po, luft s'kemi, ju do vini shtash me i luftu vllazën të juve. Ka kuptuat? Edhe është e çuditshme se në vitin 2010, çki vendi i Belkhit, që është në Afganistan, i kanë luftu musliman Kabul.
Kjo kur ka ndodhur te tatarët. Çaj fis, çaj gjins i kanë luftu muslimanët, Marwa. A vitin 2010, shki fis, prej çdo territorit i kanë luftu muslimanët në Kabul. Edhe kurdat e Irakit, tatarët i kanë përdorur mi luftu kundër muslimanëve të Irakit. Edhe njëhin, në këtë periudhë, kohën bashkore kurdat i përdorin kundër muslimanëve sunive të Irakit. Çka tham historia? A më nësh interesat në çfarë materiali janë, çfarë njerëz janë, të njëjtit fis para sa viteve, para sa shekujve, të njëjta histori, të njëjtit. Kjo është gjë e çuditshme vëllezër të ndershëm. Por normal njeriu duhet çdo herë që të marrë mësim për ndodhive, se historia është që cekëm në dersin e parë dhe ditin që Allah subhanahu wa taala ka thonë që me marr mësim. O pejgamberi Allah tregojvu rrafeja rrafimet që ata të marrë mësim. Ndalesh që të meditojsh holl e mirë se si është situata. Por në Marwa është shkon që muslimanët janë përgatit me 100.000 musliman ushtar që të ballafaqohen me tatarët. Janë bohazër dhe me kati e din që vinë tatarët edhe janë përgatit. Derisa thonë historianë që i kanë konë mitej 1000 rajul muslim, 200.000 musliman. Por Ibn Athiri, rahimullah, thot është interesant në dhe çuditshme si mund të luftojë një ushtar kur e ka bindjen që ai nuk mundet. Nëse del pelivon tash mu për lajt. Ha? Shembull thjesht. Amon ti je vete se në mujune. A i kështë fitue? Ha? A kështë fitue jo? Së më fiton. Ose shkon të marrësh një zanat, apo vetëm do dhe qket zanat, kur unë së ne mësoj. Ti kur së në keme mësue. E thot Ibn Athiri, thot është të çuditshme se këto kanë luftu, janë ballafaqu, por mbrenësia e ty në konë që tatarët nuk mundën. E njeriu kur të hinë në front me këtë njetë, me këtë bindje, vullneti zero, atër normal s'ka mundësi ti të fitosh. Ti du të kesh bindje që Allah subhanahu wa ta'ala është në krahin tant dhe të besimtarëve dhe Allah subhanahu wa ta'ala do t'jape fitore. Këtu ballafaqohen derisa humb ushtria e muslimanëve që kanë dalë para kalas, para qytetit, dhe muslimanë që janë kanë në atë qytet i kanë bajt derë mshelt 4 ditë. Kjo mësimi. Bas 4 ditëve, së nga një tatartë, që ka bon dreqi, ja qon një letër ati mbreti që ka është mrenda në kalo. Ditën e 5. I thotë, diçka, pse shkatron vetën tënde, edhe poplin tanë, pse vesiklet vetën dhe poplin, për nejna njerëzit mirë. A i kanë vrot 200.000 jashtë, shte përra me do. Thotë nejna njerëzit mirë, e jam ne do të bisedojmë, dhe ne do të vena ti krijetar, dhe ti të ta udhëhecish këtë vendin, pasi të hecmi ne, po dyl të folnat, e ti të mirë në vesht, del gjunohi shkret. Kur del, ato e përshëndesin me lule, me të pik të kuq, mirë se na ke ardhë, e afrojnë, e nderojnë, e respektojnë, edhe fillon, thot, o ti zotni, thot, cilët janë këshilltar tuj? Kuj kije? A kje ushtar atje e mrenda, krajnë ushtarak? A ke njerëzit me enqët? Ministrat ku i ke? Thot që ne, është mirë të njoftohemi me krajnë ushtarak, me ministrat, me këshilltar tuj, që të shohim cilët janë më të aftë për ta udhëhecë këtë kalan, këtë qytet, se nuk është, e di, të na plus që andojmë ka një rrogë, që andojnë rrogat, që caktojnë rrogat, që japna dhuratat, që të na të hecim përpara. Ki, është mirë kanë, për të për ip kanë. Ju qënë mesazh të hajdi se ka qef, gjali që kësë khanit të takohet me ju, edhe të bisedojmë se si do të udhëhecë në shtetin. Ato dalën krejt. Kur dalën krejt, më një tavolini rrethon krejt. E thot tash kina punë me ju. Hajrën inshallah. Pasi që i merr këto vëllezër të ndershëm, thot jeni këtu po. Jo lidhin durët krejt. Tash thot ju 2 lista na duhen neve. Që e letran shkrujni vetëm.
Ha? E para emnat e biznismenave dhe tregtarëve me na i shkrujt krejt kështu. Kush janë biznismenat të në këtë kala, në këtë vend, krejt. Tona, di shkruni kush janë ato që parelit, që kanë pare. Si janë biznismenat, po kanë pare. Edhe ato listët dhe mi shkruni me emën, me mbi emën, me adres, me krejt. Edhe, lista tjetër, zanatlit çka janë të mi shkruni krejt. Ki është kovaç, ki është druktar, ki është murator, ki e diçket marifet, aj krejt emnat. Si dojni me shpëtue, për ndryshe shkojni. Këto krejt listat janë bush. Hajde, bismillah. Qitë një onësh. Merë një karike prej Arrit, djali Xhenkis Khanit, u hunxët në karike, dhe i mledh poplin, krejtin zerin jashtë, dhe ju thot, e para, thot do të mirët e miri këti vendit çka është, e ne kam ju prej koka para këtë poplit të vetë. Që qaj që ju dërzu i pari? Ja prejnë kokën para poplit. 2. Njerëzit, edhe parin e ty normal me to, 2. Njerëzit që kanë zanate, këto do të mirën, do të shohen në Mongoli, që t'ju ushtrojnë fëmin tonë dhe t'ja mësojnë zanatët. Dhe thot, ju jeni shërbetor tonë në tash. 3. Ata të cilët kanë pare me tregu ku e ke një fqep pasurin, edhe shumë prej tyre kanë vdek duke i bo azat. Me ja marë pasurin. 4. Do të thot, teri sa edhe vorën e sultanit e kanë gropue, që mës i kanë shell tonin në vorë. Kanë bastis të në shpia, të krejt që ka pas, që të gjenë pasuri. Pas kësaj, ka thonë, do vritën këtë popli. E pse këtë popli? Thot, 4 dit keni bo rezistencë. Se keni qelderet, se keni gu urdhni. Aj që se nga në urdhni, vritët. Kuptuat të vlezër? Qfar krimi, qfar mjerimi kanë po musliman? Për këtë është e çuditshme, thot Ibn Athiri, rahimullah, pasi që ka urdhrua Xhenkis Khani që të pritën krejt vritën, të prishet, thot s'ka mbet send në atë qytet marrua. As gjon, si mës me jetu njerëzin në atë vend. Për këtë, besimtarë duhen të marrën mësim dhe të kuptojnë se situata e historia është që përsëritet. Pas kësaj, pas marruas, s'mbaron ato në ngopën. Nisën për një sabur, një shapur shqip që i thojnë, edhe këto musliman do të kanë izolu kalajen edhe vendin 5 dit. Pas 5 ditve ndodhët njësoj si vendi tjetër, pas asaj shkojnë Hara, edhe atje kur hikën mbreti për ati, do të hikën mbreti prej vendit, me gjithë dysa ushtarët e vetë, linjët vendi vetë, dhe nisët prap të tartë të kthehen, pasi që mbaron teritori i Khorasanit të nisën teritorin tjetër, pjesën tjetër, Khawarzim, që të sosët më çdo sen, pse se Khawarzim o konë qytet ma i përgatitur në aspektin politik, në aspektin strategjik, në aspektin ekonomik. Edhe e kalon pak se këtu do të na dalën punë, dhe na dalën bela. E në këtë 5 muaj e kanë rrëthu se në kam pas mundësi me qelë tatartë. 5 muaj e kam betë izolimi. Në bas 5 muaj, kur e shonë që se në qelin, kërkon prej Xhenkis Khanit të shtonë ushtarë tjerë, se pak të lashe për na del me këtë kalon. Edhe kur shtojnë ushtarë tjerë dhe tentojnë dhe godasën me një vend murin e kalas teri sa e krisin, të diktojnë që jenë që ati u dopsia, i mshojnë, por luftojnë muslimant, kur e shonë që mos s'kan ka të shkojnë, dysat hikin, dysat hinë në për tunelet që i kanë fqet, dysat janë mundu me hikë se kanë po që nuk ka më këtu rrugdalje. Edhe kur dhe kanë po të atarë që smujnë me gjetë, smujnë me gjetë gjithë ato që kanë betë gjallë, o shkojnë një pende ujit që e kanë dalë muslimant, që ta ruajnë atë ujin, e të atarë kur e kanë po që smujnë e kanë prish penden edhe e kanë fundos këtë qytetin këtë kalon. Që edhe ato që kanë konë në për tunele, edhe ato që kanë një në për bunonë, ato që janë fëqe, edhe ato kanë vdek për ujt. Paramendojni sa shajtona. Paramendojni sa kriminal.
Kjo është do thotë që historia përsëritet, ju përngjajnë jahudit pak time. I përsham i kanë bashk do cilësi. Po e çuditshme, subhanallah. Por pas kësaj vritet, vdes, vritën musliman, drejtohet Çengiz Khani për me marrë Ghaznan. Ghaznan në pjesë të Afganistanit. Këtu është shkon udhëhec djali i Muhammed ibn Khawarizm Shah, ati që i vdesh në atje fukara. O kanë Xhelaluddin ibn Muhammed Xhelaluddini. Ki e kupton që Çengiz Khani don ta marrë Ghaznan, e cila është 150 kilometre në jug të Kabulit, dhe fillon të përgatese ushtrinë dhe të bëhet territor dhe të ballafaqohet me tatarët. Pas kësaj vjen i bashkangjitet një prej komandantave të muslimanëve, turkëve, i cili është shkon shumë i shkath në aspektin ushtarak, me 30.000 ushtarë të vetë. Dhe thot tash, po e kuptojnë që duhet mu bashkue, se s'po ka rrugdale tjetër. Dhe thot një, ushtarët e ti Xhelaluddinit, djalit i Muhammedit, ki komandant i muslimanëve, i cili dhe thot i ka pas 30.000 ushtarë, dhe thot turk, e ka pas Sejfuddin Bagrak, por kjo kanë shumë i menqat edhe kanë strateg i luftës. I ka punu motori, krija. Shkon shumë i shkath në aspektin ushtarak. Edhe 60.000 ushtar, prej ushtarëve të babës vetë që i kanë hik në për atë territor, jënë bashkangjit këti të menqmit Sejfuddinit. Do thot ki i ka po 90.000 ushtar. Jash ushtarëve Xhelaluddinit. A i mbreti që thamë që hiki, edhe a i ka pas ushtarët e vetë, edhe a ju ka bashkangjit kuj? Xhelaluddinit. Dhe kështu që bot një numër i madh i muslimanëve ushtarëve. Dhe dalen me një vend jashtë Ghaznas, Belk i thënë, që vend që është malor, kodrina, gurishte, dhe përgatitin terrenin që musliman mu ballafaqu me kanë, me Çengiz Khanin, me ushtrinë e tij. E këtu ballafaqohen dhe don Allahu subhanahu wa ta'ala që pas 3 ditëve luftë, ndeshje, të fitojnë muslimanët. Pas gjithë këtij territori, pas gjithë kësaj hubje. Do thot, fillon dhe ju kthehet muslimanëve vullneti. Që ju tregon që edhe tatarët u mund kanë. Por çka u dashka? U dashka mençurian e Sejfuddinit, numrin e Xhelaluddinit, bashkimi i safeve dhe zemrave, përgatitja ushtarake, zgjedhja e vendit, strategjia e luftës, edhe Allahu subhanahu wa ta'ala ta bje fitoren. Këtuat? Edhe këtu gëzohen muslimanët dhe fillon t'ju vjen vullneti dhe qefi, është shiqir elhamdulillah që dol dikush mi thonë zullumqarit ndalu pak, se këto s'po di kanë mund dalë. Pasi që kalon, Xhelaluddini e shet që me ushtarët e merr rahatin që i pas ka njerëzit besnika, shumë është interesant do, a këton mu rahatu me i pas njerëzit besnika. Kur i shet që i thot njerëzit ushtarët kona besnika, komandantat besnika, dëshmuan veten e tyre, do thot kanë gjendje gatishmërie, atër mbash sa merr një letër dhe ja shkruan Çengiz Khanit atë kur po këta ku unë ti. Hajde bujron tash. Hajde. Edhe lot takimin në Kabul, Kabulin e Sodit. Vetëm që nin dhimbë të Çengiz Khanin këtë moment. Se të ritash veç ka fshinje, ka blujt si kombaj. S'ka po, kush ka dalë përpara. E kur i thot to na plus ushtarët e Çengiz Khanit që kanë betë gjallë, janë hik, janë tërheq prej Belkit dhe kanë shku kanë tregu që kanë humb, kena humb njerëzi shumë. Edhe e lanë pse e zgjedh Kabulin, se Kabuli e ka vendin, nuk e di, por do të sipas historianit që shuan, thot e ka territorin vendi shumë i çuditshëm ashtë.
Thonë që është shumë në ka kodra të larta, hendekushi, do thot kodra të larta, nga ana do thotë veriore, do thot nga ana perëndimore i ka kodra tjera, nga jugu dhe lindja thot i ka kodrat, i thonë Gjibal Sulejman, kodrat e Sulejmonit. Do thot ka kreta on çka? U rrethëkov ka me kodrat nalta. Do thot me male të mdhoja. Këto që kanë zgjedh, do thot musliman, do thot këtë vend, dhe njësoj ballafaqohen dy palë të ushtrive, edhe këtu don Allahu subhanahu wa taala që t'i forcon këmbët edhe zemrat e muslimanëve herën e ditë, prapë fitoj muslimat. Do thot prapë tu humb kush? Humb Xhenkis Khani dhe 10.000 esra rob që janë konë të tatarët i kanë marrë muslimat me veti. Do thot se ato ne që kam ligjëratën para kësaj. Tatarët kanë lënë numër të muslimanëve rob që i morën me veti, i kanë shfrytzuar. E në këtë luftën e Kabulit, çka bën? I çlirojnë, i marrën ata rob me veti musliman dhe gëzohet dhe këtu kthehet vullneti të muslimanëve në nivel të lartë. Dhe gëzohet dhe tash thot ju vjen, a kupton, fitoria e muslimanëve. Mirë. Pas dy fitoreve të muslimanëve, Belkhit dhe Kabulit, a thu kjo o kanë një gëzim i muslimanëve, apo do t'ju vjen një bela e papritur, apo si dhe jesë situata e Xhelaluddinit? A dhe jenë që të të mbanë frontin tash në Kabul, apo jo? Tash në rregull të kena fitu. Por, a dhe jalone me kas Xhenkis Khani, di lufta mi hum, edhe shumë ushtar mi hum, edhe si dhe jetë e gjendja muslimanëve, edhe si ishte raporti i muslimanëve në kufi me Irakun, Khalifeti Abbasinëve, edhe të tjerët, a ishin çfarë politike lujtën me këto muslimanë që fituan tash. E inshallah, javën si t'jemi gjallë tjetër, ose të shohëm bi idhnillahi taala çka ka bëu, çka ka ndodhur me Xhelaluddinin, edhe me këto me Kabulin. Lutfi Allah subhanahu wa taala që Allahu të na inspironi cila është më e hajër. Historia përsëritet. Duhet të lexojmë, duhet të meditojmë, duhet të mësojmë për ndodhive. Allahu ju nderoft, Allahu ju shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.